Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me hënën e re, se çfarë ndikime do ketë kjo hënë e re për të gjithë ne. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, do fillojmë dhe do shohim. Unë do flas pak në të përgjithshme dhe do shikojmë tarotin se çfarë do na thotë. Atëherë, kjo hënë e re është në shenjën e dashit, kjo është në datën 17, thjesht duhet të bëni pak durim dhe të jeni të kujdesshëm, sepse do ketë shumë entuziazëm. Është një hënë e re që do ketë efektet e veta dhe këto efekte do zgjatin deri në datën 29 prill. Gjithsesi, është një hënë e re që do sjellë edhe zgjidhjen e disa problemeve që mund të keni pasur me njerëz të ndryshëm nëpërmjet teknologjisë. Nuk duhet gjatë kësaj hëne të re, mirësh mos nënshkruani kontrata të rëndësishme, mos hidhni firma, qoftë edhe një firmë të thjeshtë, ose edhe në lidhje me kontrata të ndryshme. Mund të jenë kontrata shtëpie, kontrata pune, varet, mund të jenë çështje gjyqësore, edhe në lidhje me këtë duhet keni kujdes. Mund të keni shtyr një gjyq, 1, 2 ose 3 vjet dhe ka ardhur momenti që ju të bëni një kërkesë për të bërë diçka tjetër, atëherë është momenti që mos ta bëni këtë, sepse gjërat do shkojnë më keq, nuk do jenë në favorin tuaj. Gjithsesi, duhet të keni kujdes gjatë kësaj periudhe, gjatë kësaj hëne të re, edhe në lidhje me njohjet e reja. Mund të dali një person që ju mund t'ju duket, mund të keni pasion me këtë person, ose mund t'ju tërheqi ky person dhe ju mund të prishni një njohje ose një lidhje që ju mund të keni. Kështu që është një periudhë që duhet keni kujdes edhe në lidhje me këtë pjesë. Gjithsesi, ka dhe ndikime të tjera, ka ndikime në lidhje me persona toksik që mund të keni pasur në jetën tuaj. Ju do rishikoni gabimet që mund të keni bërë dhe do gjeni forcën për të rikorrigjuar, për të pastruar situata të ndryshme që ju mund të keni pasur në jetën tuaj. Dhe kjo do bëhet nëpërmjet sqarimeve. Gjithsesi, do ketë është një periudhë që do ketë një hënë e re që do sjellë edhe skandale të ndryshme, por është edhe një hënë e re që ka edhe ato ndikimet pozitive të veta, sepse nuk ka vetëm ndikime negative, thjesht në këto që folëm më lart duhet të bëni kujdes. Ndikimet pozitive janë që ju do keni ide të reja në lidhje me gjithçka gjatë kësaj hëne të re. Por është edhe një hënë e re që do të jep një fund marrëdhënieve që mund të kenë qenë toksike, ose edhe me persona të ndryshëm që ju mund t'i keni ndjerë toksik në jetën tuaj. Gjithsesi, do shohim edhe në lidhje me tarotin, se çfarë na thot taroti në lidhje me këtë hënë të re. Atëherë, këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të tokës përsëri. Atëherë, kjo hënë e re ka dhe ndikimet pozitive, nuk ndikon njësoj të treja 10 ditëshet e shenjave që ju mund të keni. Gjithsesi, shohim tarotin. Unë shoh që për një pjesë prej jush, ju mund të jeni duke menduar në lidhje me një dashuri. Ndoshta është një person që ju dëshironi të bashkëpunoni me këtë person, por shoh që do t'rregoheni shumë të ftohtë, ose do t'rregoheni të prerë në lidhje me një dashuri, në lidhje me familjen tuaj, në lidhje me fëmijët tuaj, në një rast tjetër, por në rastin tjetër duhet keni kujdes në lidhje me kontratat, me shtetin, sepse jemi të energji e shpatave, kemi princeshën e shpatave, kemi edhe kartën
e 10 së monedhave. Duhet keni kujdes në lidhje me një kontratë. Mund të jetë kontratë shtëpie, mund të jetë kontratë në lidhje me fëmijët tuaj, mund të jetë një kontratë që ju mund të dëshironi ta bëni ekonomike për të rritur të ardhurat tuaja, dhe shoh që ju do merrni dhe do jepni në lidhje me institucionet shtetërore. Dhe këtu flasim si në lidhje me dokumenta të ndryshme që mund të keni, që është një periudhë që vërtet nuk duhet të nënshkruani, por shoh edhe në lidhje me dhënien dhe marrjen e disa parave. Mund të jetë edhe një trashëgimi për një pjesë prej jush, ku ju do merrni disa para dhe ato para ashtu si do t'i merrni, ashtu dhe do t'i shpenzoni. Në lidhje me pjesën tjetër, mund të ketë lidhje me gjyqe të ndryshme, sepse jemi thamë te energjia e shpatave, mund të ketë lidhje me çështje divorces, mund të ketë lidhje me çështje gjyqësore, me dokumenta të ndryshme. Ju merrni dhe jepni, por duhet keni kujdes gjatë kësaj periudhe, thamë, sepse nuk është momenti i përshtatshëm në lidhje me këtë gjë. Dhe këtë mund ta merrni në çfarëdo lloj situate që ju keni. Dhe shohim çfarë na sjell 10 e monedhave. 10 e monedhave ka lidhje me marrjen e disa parave për një pjesë prej jush. Dhe këtu kemi energjitë shenjave të ujit dhe kemi energjinë e shenjës së peshqve. Atëherë unë shoh që ju do merrni disa para, mund të keni një kontratë, mund të jeni duke investuar, mund të bëni një bashkëpunim në lidhje me një njohje ose lidhje që ju keni. Shoh që keni shumë emocione, dhe mund të jetë edhe një lidhje me një person që unë e shoh që ky person dihet i sakrifikuar në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Këtu përfshihen të gjitha shenjat e horoskopit, pavarësisht se kjo energji del, por disa prej jush do ta ndjeni veten gjatë kësaj periudhe të sakrifikuar në lidhje me një dashuri, në lidhje me një person, që ndoshta ju dëshironi të bashkëpunoni me këtë person, por ju shoh që ndiheni të sakrifikuar. Dhe këtu flasim në lidhje me njohjet e reja. Për pjesën tjetër, mund të ketë lidhje në lidhje me fëmijët tuaj. Ndërsa për disa të tjerë mund të ketë lidhje me familjen, mund të ketë lidhje me një shtëpi, mund të ketë lidhje me një trashëgimi për një pjesë tjetër, në lidhje me një kontratë që ju dëshironi të bëni. Por gjithsesi unë shoh lajme të mira, ju do jeni duke analizuar gjithçka, si në lidhje me gjërat që ju keni kaluar, në lidhje me një pronë, me një trashëgimi, dhe do jeni duke menduar se çfarë mund të bëni tjetër, ndoshta në lidhje me një situatë që ka lidhje me shtëpinë ose me ekonominë, por mund të ketë lidhje edhe me fëmijët tuaj. Dhe vim të energji e shpatave, shohim çfarë po del këtu. Atëherë, ju shoh ju tregoni shumë të ftohtë në lidhje me një dashuri, shoh që keni marrë eksperjenca dhe do përdorni më tepër pjesën e logjikës. Ju shoh shumë të lënduar, një pjesë prej jush keni marrë shumë goditje, po të vëmre, personi është në gjendje pa gjumësie, duke menduar në lidhje me këto goditje ose lëndime që mund të keni marrë në jetën tuaj. Dhe kemi përsëri thamë energji, dhe këtu kemi dhe hënën e re, po të vëmre. Ndoshta për gjithë ata që kanë kaluar këto situata, ndoshta ju jeni duke menduar për të bërë një fillim të ri, një dashuri të re, por do ta bëni bazuar në logjik, jo duke u nisur nga emocionet tuaja. Dhe kemi kullën, kulla tregon rrëzim, shkatërim, diçka shkatërohet për të ndërtuar diçka më të sigurt. Dhe këtu flasim për gjithë ata që kanë qenë në një njohje, në një lidhje, në një marrëdhënie toksike, ku kanë marrë shumë goditje nga marrëdhëniet, atëherë ju jeni duke menduar për të bërë një fillim të ri, por gjithmonë duke shkatëruar diçka për të ndërtuar diçka më të sigurt. Ndërsa për pjesën tjetër, ndoshta ju mendoni dhe gjeni forcën për të pastruar diçka në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme, dhe për të ndërtuar në jetën tuaj gjëra më të sigurta. Kjo mund të ketë lidhje në lidhje me shtetin, në lidhje me situata gjyqësore, mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme që ju keni bërë, ose që ju mund të keni gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi ju shoh duke menduar se si mund të ndërtoni gjëra më të mira bazuar në logjikën tuaj.
është një energji pak e vështirë kjo. Gjithsesi, shoh që keni marrë eksperjenca në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Mund të keni marrë eksperjenca në lidhje me dashuri që nuk kanë funksionuar. Në rastin tjetër, mund të keni marrë eksperjenca me grupe njerëzish, ose eksperiencat e vendi punës, nga ana ekonomike, dhe kjo gjë do t'ju bëjë më të ftohtë, do t'ju bëjë të përdorni logjikën, të merrni vendime të rëndësishme, por gjithsesi dhe me marrjen e këtyre vendimeve, unë i shoh që jeni në gjendje pagjumësie, jeni duke menduar gjatë gjithë kohës për të bërë një fillim të ri. Por që të bëni këtë fillim të ri, duhet të pastroni gjithçka nga jeta juaj, për të ndërtuar gjëra më të sigurta. Dhe vim të energjie tokës, shohim çfarë na sjell përsëri energjia e tokës. Atëhere, në lidhje me këtu erdhi energjia e shenjave të ujit dhe energjia e shenjave të ajrit. Tham që pavarësisht se këto energji vinë më fort, këtu përfaqësojnë gjitha shenjat e horoskopit. Disa prej jush merrni dhe jepni me një person, ndjeni shumë entuziazm me këtë person, keni emocione, por unë shoh që ju sikur keni ngecur në mendime negative, mendoni negativisht në lidhje me një njohje që ju mund të keni. Ndoshta ju mendoni që edhe pse ju keni emocione, ndoshta ju dëshironi të mbroni veten tuaj, ose mendoni që nuk po ecin gjërat me këtë person. Nuk e di, por unë ju shoh që rrugën e keni të hapur. Thjesht janë mendimet tuaja, sepse ju e bëni këtë për të mbrojtur veten tuaj. Ndoshta ju keni çuar mure mbrojtëse, edhe pse keni emocione në lidhje me një dashuri. Dërsa në rastin tjetër, shoh që ju merrni dhe jepni disa para. Dhe kjo gjë sigur ju çliron pak nga ana emocionale, ose ju çliroheni, por shoh që përsëri ngeceni në mendimet tuaja. Jeni duke menduar në lidhje me këto para, sepse ashtu si merrni, ashtu dhe i jepni, dhe mendoni që këto para mund të jenë të pamjaftueshme në lidhje me shpenzimet që ju keni. Por gjithsesi, unë shoh që rrugën e keni të hapur. Thjesht duhet të dilni nga mendimet negative në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe unë do marr një pako tjetër letrash dhe të marr hënën, këto të hënës së re. Atëherë ju shoh përsëri të sakrifikuar. Shoh që ndiheni të sakrifikuar. Ju mund të ndiheni. Atëherë vazhdojmë. Shoh të energjia e parë ku ka lidhje, në lidhje me disa para, në lidhje me një shtëpi, me një trashëgimi, me një bashkëpunim në dashuri, flasim gjithmonë, ku ju vjen një ofertë e re në lidhje me dashurinë, por ju ndiheni të sakrifikuar. Ndiheni të sakrifikuar, kjo mund të ketë lidhje në lidhje me familjen, për një pjesë prej jush, jeni duke menduar, duke analizuar, dhe ju shoh që do jeni akoma në këtë energji, sepse erdhën përsëri te e njëjta energji. Ju do jeni gjatë gjithë kohës duke analizuar një njohje të re, në lidhje me një person të ri. Ndoshta ju dëshironi të bashkëpunoni dhe me familjen, në lidhje me një dashuri. Ndërsa për pjesën tjetër, në lidhje me lajme që kanë lidhje me shtëpinë tuaj, me bashkëpunime të ndryshme, ekonomike flasim, në rastin tjetër në lidhje me një pronë, ose një trashëgimi që mund të keni, me marrjen e disa parave, me një lloj stabiliteti që ju dëshironi në familje, dhe ju jeni ndjerë të sakrifikuar në lidhje me stabilitetin e familjes tuaj. Dhe ju shoh që do analizoni gjithçka në lidhje me gjërat që ju keni kaluar dhe në lidhje me gjërat që ju do bëni këtej dhe në vazhdim, për të pastruar situata dhe çështje të ndryshme që ju mund të keni. Dhe vim të energjia e shpatave, ku ka lidhje me eksperiencat që keni marrë, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, ose eksperienca gjyqësore që mund të keni pasur në lidhje me ligjin, me shtetin,
në lidhje me dokumenta të ndryshme, sepse ju shoh që keni marrë shumë goditje, ndoshta ka ardhur momenti që të mendoni në lidhje me këtë gjë, për të bërë një fillim të ri, për të prishur diçka ose për të ndryshuar diçka në jetën tuaj dhe për të ndërtuar gjithmonë gjëra më të sigurta në lidhje me çfarë do lloj situate që ju të keni. Dhe jemi përsëri te energji e shpatave, kemi vetëm energji ajri këtu. Dhe ju shoh përsëri që jeni në kërkim të gjërave. Ju dëshironi të mbyllni çështje dhe situata që mund të kenë lidhje me një divorc, mund të kenë lidhje me një person që jeni në një njohje dhe keni pasur eksperjenca jo pozitive me këtë person. Dhe ka ardhur momenti që ju të merrni vendime të rëndësishme bazuar në logjik, sepse shoh që keni marrë shumë goditje në lidhje me një dashuri, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër mund të kenë lidhje me shtetin, me çështje ligjore, mund të kenë lidhje me dokumenta të ndryshme, mund të kenë lidhje dhe me studimet, se nuk e tham, ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje dhe me anën shëndetësore, ku ju do merrni vendime të rëndësishme, ju shoh në gjendje pagjumësie në marrjen e vendimeve dhe ju vërtet dëshironi që të bëni një ndryshim të madh në lidhje me shëndetin tuaj. Kjo mund të ketë lidhje dhe me operacione të ndryshme, gjithsesi tham që nuk është momenti i duhur, përveç se rasteve urgjente. Por ka shumë lidhje me energjinë e ajrit dhe me këto situata për atë pjesë që kanë kaluar në këto situata. Tani kur themi në lidhje me shëndetin nuk mund të përcaktojmë gjëra kryesore, thjesht duhet keni kujdes për gjithë ata që e ndjejnë veten që janë në situata shëndetësore jo të mira. Dhe vazhdojmë te energjia e monedhave këtu, ku ju i jepni merrni me një person dhe këtu ka lidhje me dashurinë, në një rast ku ju ndjeni shumë të emocionuar, por bllokoheni. Ndoshta ju dëshironi të mbroni veten tuaj në lidhje me një njohje. Unë shoh që do ta bëni këtë fillim të ri sepse rrugën e keni të hapur. Edhe pse ju mendoni që ky person mos jetë person i dur, unë shoh që emocione keni në lidhje me këtë person. Thjesht mund mendoni negativisht në momentin e parë, që ky person nuk mund të lidheni me këtë person, nuk mund të, ose ndoshta ky person nuk ju jep aq sa duhet, ose aq sa ju dëshironi, ose aq sa ju kërkoni, dhe ju keni ngecur në këto mendime. Por gjithsesi, unë shoh që ju do keni fillime të reja. Dhe jemi te energji e kupave këtu. Gjithsesi kjo është për gjitha shenjat e horoskopit, ndërsa për një pjesë tjetër, ju do merrni disa para, ashtu si merrni, ashtu edhe i jepni. Në momentin që i jepni këto para, ju sikur çliroheni për veten tuaj. Këto mund të jenë pagesa faturash, mund të bëni një bamirësi dhe ju vërtet të ndjeni mirë me veten në momentin që keni dhuruar diçka te një person që vërtet është në nevojë, që mund të jetë një person i familjes, mund të jetë një person i shoqërisë tuaj në rastin tjetër, ndërsa në një rast mund të jenë persona në nevojë që ju prekin dhe ju do t'i ndihmoni për të bërë një lloj bamirësie. Gjithsesi, shoh që ju do keni lajme të mira, thjesht mos u bllokoni në mendimet tuaja negative në lidhje me çfarë do lloj situate që të jeni, sepse rrugën e keni të hapur për të bërë një fillim të ri. Mund të jetë dhe një fillim i ri në dashuri, mund të jetë një fillim i ri ekonomik, mund të jetë një fillim i ri në lidhje me dokumentat për një pjesë tjetër, dhe këtu kemi përsëri hënën e re, por që nuk rekomandohen, pavarësisht se ose mund të jetë një lajm më tepër, një lajm i mirë gjatë kësaj hëne të re që do t'ju çliroj nga mendimet negative që ju mund të keni. Dhe shohim edhe diçka tjetër, dhe përsëri rakulla. Atëre, unë shoh, mora vetëm këto 2 letra, sepse është një përfundim shumë pozitiv. Shoh që keni kullën. Kulla tregon rrëzime, ndryshime të mëdha që do vinë në jetën tuaj. Atëre, këtu flasim për diçka që nuk funksionon. Mund të jetë diçka e papritur ndryshon në jetën tuaj, por është diçka shumë e bukur, sepse ju do t'ju sjellë gëzim, do t'ju sjellë lumturi ky ndryshim që do bëni. Ose në rastin tjetër, ju do keni qartësi
mbi ndryshimet tuaja që dëshironi të bëni në jetën tuaj. Ju mund të dëshironi të ndryshoni diçka, statusin tuaj, për shembull, për gjithë ata që janë beqar, dëshironi të hyni në një njohje të re, dhe flasim në perspektiv, nuk flasim në këto momente, por që ndryshimi fillon këtej dhe në vazhdim. Dhe shoh që ju do të shikoni gjërat më qartë, ju do dëshironi lumturinë tuaj, do dëshironi që të takoni ose të keni të njihni një person që vërtet t'ju plotësoj, vërtet që ju të ndjeni të lumtur me këtë person. Ndërsa për pjesën tjetër mund të keni ndryshime të mëdha në lidhje me njohje, dhe këtu flasim për të gjithë ata që kanë pas njohje, lidhje, marrëdhënie toksike, dhe ju vërtet dëshironi të bëni një ndryshim të madh. Mund të jetë ndryshim i papritur, mund të jetë ndryshim që ju keni kohë, që ju doni të ndryshoni diçka për të ndërtuar gjëra më të sigurta në jetën tuaj. Ndoshta për një pjesë tjetër, për të pastruar situata që nga e kaluara juaj. Ndërsa për disa të tjerë, shoh që ju ndoshta edhe në lidhje me shtëpinë, me familjen, në lidhje me punën, mund t'i merrni situatat si i keni. Me fëmijët tuaj, nga ana ekonomike, domethënë ju do gjeni guximin për ta bërë këtë, sepse po të shohim personi personi sikur hidhet nga kjo kull. Domethënë merr guximin për mos u djegur brenda kësaj kulle, për të bërë diçka ndryshe, për të ndryshuar diçka në jetën e vet. Dhe unë shoh që këto ndryshime vijnë tek ju, dhe këto ndryshime që do vinë, do t'ju sjellin paqe, pastrim të çështjeve dhe situatave të ndryshme, do t'ju sjellin lumturi, do t'ju sjellin shkëlqim, do t'ju sjellin sharm, dhe ju nuk e di, por sikur do meditoni me veten, ose do meditoni për të qenë kaq të lumtur sa ju vërtet dëshironi. Dhe unë do marrë dhe një mesazh nga angjëjt për të parë se çfarë do t'ju thoshni në lidhje me këtë hënë të re. Çfarë mesazhi do t'ju jepnin? Atëhere, ju shoh që jeni shumë të menduar, jemi të energjia e ajrit përsëri. Është një periudhë thotë që ju keni nevojë për një pushim. Në qoftë se ju jeni të mbingarkuar në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, në lidhje me shtëpinë, me familjen, por dhe me çështje situata të ndryshme, atëherë është koha që ju të bëni një pushim, për të marrë kohën tuaj dhe për të menduar se si t'i jepni drejtim situatave dhe çështjeve që ju mund të keni. Dhe ju thot, lëreni kohën, thot, dhe lëreni kohën t'ju qetësoj dhe merrni, ose para se ju të merrni një vendim. Më thënë, para se të merrni një vendim, ju keni nevojë të qetësoni veten tuaj për të menduar se si do të jepni drejtim situatave që keni. Por, për të marrë këtë vendim, ju duhet kjo qetësi që ju vërtet të merrni vendimin e duhur. Dhe thot, dialogoni në lidhje me mundësitë që ju do keni, por edhe largohuni, thot, nga çështjet dhe situata, sepse është një periudhë ku do ketë dhunë, mund të jetë dhunë psikologjike, mund të jetë dhunë fizike, mund të jenë tensione, konflikte që mund të keni, dhe kjo gjë ju ka bërë të lodhur. Dhe unë shoh që ju keni nevojë për këtë pushim. Bëni këtë pushim dhe merrni vendimet tuaja dhe dialogoni në lidhje me këto vendime që ju do merrni, ose diskutoni me personin, me persona të ndryshëm, te vendi punës, nga ana ekonomike, për të marrë këto në momentin që ju të keni marrë këto vendime. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj edhe një herë të ndiqni videot e këtij kanali, videot e muajit të prill, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, janë edhe me shenja të përcaktuara sipas shenjave, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj përsëri të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi.
Atëherë, ju uroj një mbazitë sa më të këndshme, festa të gëzuara, për gjithë ata që po i festojnë në këto momente, dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.